Me të fortin e Kanadas, Gent Bacon. Motorin e ke shumë Po pse valla? Po çe patë. Po mua vetëm fort është. Okej. Portokallia në atë kohë kur ishte ti, ishte fenomen. Po. Po pse s'është tani? Jo, është, po tani do rikthehemi te ajo kohë kur ishe ti. Kur isha unë, okay. Prandaj do flasim pak shpesh për këtë gjë tani, po. Tani nuk je dhe nuk kemi çfarë të pyesim, kështu që prandaj. Jo, dhe nuk kam qejf të flas për punën e kolegëve, absolutisht. Unë duhet të jem shumë etik në këtë pjesë. Se më kanë pyetur ndonjëherë, më kanë insistuar që ç'a mendimi ke po. Përveç faktit që nuk e shoh, që ju duket si shmangi, por realisht nuk e shoh sepse nuk më përkon as koha, as unë nuk e kam parë dhe kur kam punuar vet. Se nga që isha aty brenda, edhe e di se ç'o ndodh. Po ti e di dhe ti ke nevojë për atë të dielën atëherë se një të diel kishim ne, pushim. Po, kishe nevojë që të qarkulloje, të dilje, të eksploroje. Pas një 10 vitesh, për shembull, i bëje ti material në 2004, në 2005 mos gabofsha, 2007, 2008. Në 2018 ato material që bëhet në 2007 nuk bëheshin shumë virale në rrjetet sociale. Materialet e tua, dhësh bolsha, të gjithë personazhet. I shef dhe qesh, i ke harruar çka ke bër? Jo, domethënë një pjesë tash realisht edhe harrohen, Atentatet për shembull i ke harruar? Jo të gjitha. Okej. Po ka ndonjëherë ndonjë që më del, si thosh, kur ma dërgojnë që them, pas kena qenë Al Pacino, Tony Montana ndje ke qarë. Atë e mbaj mend sepse ka flutuar edhe parukja aty. Ajo është shumë e bukur. Dhe bukur fluturon parukja dhe Mont Lago që thot mbrava, ti më ta kishe bërë me flokët e tuaja me. Na lodhe kot. Na shohin kur është ç'a ishte ajo gjë e bardhë që kisha aty? Miell më 27 ka qenë. 27. Po 27. Nuk të ndodh gjë kur e thith 27? Po jam nuk e se ti mendon që unë kam thithur me unda. Po të vegjël ishim atëherë kështu mendonim. Ishte shumë rare. Po jam ajo është e fshehur, ti e fshet tubin si tush këtej nga jashtë kësaj. Edhe bën sikur thith, edhe pastaj fut një të shfryr që të lëshonte atë efektin që me demek u bëre nga turin te kështu. Imagjino, e ka pa Al Pacino imitimin tënd apo? Po me siguri se aty vendosi domethënë që në vdiqim asaj, në vdiqim aty. Ja, Al Pacino është akoma shëndoshë mirë. Patjetër, edhe është e çuditshme se si vazhdon kërcen 80 kusur vjeç. Po pse mos kërcen ata, gjithë jetën kanë kërcyer. Sigurisht aty marrë ndërtim. Ata kanë jetën film. Gent, se prandaj tha ajo vajza që ti ke syta sikur parashikon fundin e botës. Sikur e di kur do jetë fundi, se i ke bërë në 2007 në këto skeçe dhe janë akoma aktual. Pra po dalit sikur i ke parashikuar, kështu që edhe ti ke një lloj faj në situatën që jemi sot. Jo, nuk kam faj sepse kam një proces analitik ndoshta të fortë, nuk e di, besoj. Jo, thjesht ti ke parashikuar dhe po dalin, kështu që po shiko. Mua nuk e di kush ma ka pas tënë atëherë, po me siguri ndonjë nga këta që si kuptonte numrat që bëja unë, më thotë që këto skeçet e tua tha mas 10 vjetësh do kuptohen. Tani ose ai dinte një gjë ishte parashikues më i mirë se unë, ose realisht nuk i merrte vesh edhe sot që i ka parë. Po prisë të lexonte komentet. 10 vjet më i pjekur, më thonë kështu. Okej. Se shiko, ka qenë një periudhë për shkakun kam qenë çka avangard kur vetëm puna ke çështja e skeçeve sepse ndërkohë po themi që neve shumica shikonim televizion italiane, unë kam pasur manin për të parë, ndoshta edhe për shkak të zotërimit gjuhës angleze që në atë kohë shikoja shumë nga amerikanët dhe nga anglezët. Kam pas parë me një kurrishtet pa parë për shembull Saturday Night Live. Po. Që në fillimet e veta, domethënë ato antiket, me këtë rash në kontakt kur shkova në Kanada pastaj. Kam parë këto Monty Python ishin ca DVD që na erdhën neve në Portokalli, domethënë që edhe shikon, frymëzohesh. Plus edhe stili humorit ndoshta qefi batutës. Thonin atëherë në për Tiranë, pa i mendon që ka pa botë me sy thonin për ty. Ashtu thonë. Ka pasi ti me cilin sy e kishte parë. Me atë me xham gjithmonë. Gent, arrim me shqiptar në Kanada? Po kam disa miq të mit. Me cilët po nuk jam lokalist, më thonë unë rri edhe me miq të mit shqiptar, edhe me miq të mit shkon kështu në për kafe shqiptarësh që mund lidhesh aty nuk parë shumë jo, më pëlqen domethënë që ti zgjedh tavolinat sepse e kam vënë ndonjëherë që në tavolina po themi të tilla ulen dhe njerëz që s'kan lidhje me ty. Okej. Dhe dua të dal mundohem të tregojmë sa më me edukat. Dua të dal te është një fjali, është një shprehje që e thon këta që rrin jashtë shtetit që shqiptari jashtë shtetit të lë mbrapa.
Po jo, më kjo nuk është jo, përkundrazi. Unë për shembull miqtë e mi të paktën më kanë ndihmuar, nuk është se më kanë lënë mbrapa, përkundrazi, më kanë sugjeruar shumë herë shumë gjëra që si të ecësh përpara, si të kuptosh, varet me kë rri. Okej. Nëse ti rri me një njerëz që ka, ku diun, 20 vjet jashtë shtetit dhe që nuk flet as gjuhën e atij vendi. Dhe që jeton po njësoj siç ka jetuar në Shqipëri para 20 vjetësh, ai sigurisht që mbrapa do të të lëri. Okej. Sepse ka pasur dhe një fenomen që janë vendosur për shembull një pjesë shqiptare vendosur afër me komunitete të vendeve të tjera fqinje dhe kanë punuar vetëm me ato dhe s'kan pasur mundësinë asnjëherë të zhvillojnë dhe të kuptojnë po themi jetën politike, social kulturore të vendeve ku jetojnë. Ata sigurisht ngelen në vend, se është çështje nivelesh, nuk kanë një, domethënë janë ndarë gjërat në jetë. Ti mund të mbarosh edhe 7 universitete. Po nëse ti je thjesht ti mund të punosh vetëm me krah dhe jo me kokë, atëherë është më mirë mos ta harxuar kohën me këto dhe të vazhdoje në atë që ti vërtet ke aftësi. Ashtu siç ai po themi që punon me krah, se neve jemi shumë paragjykues ne si shqiptar. Neve themi ç'a bën ai me ndërtim merret. Mirë, po nëse merresh me ndërtim në Kanada dhe ke 2 parë të ndërtosh biznesin tënd, bëhesh milioner. Nuk është si thosh punëtori i ndërtimit në Kanada si ai që mendonim ne dikur te Omonia që mundohet të kapte ditën dollarit. Pra kanë ndryshuar konceptet e punëve, zanatet janë goxha të paguara. Okej. Kështu që njeriu e rëndësishme është që njeriu të gjejë ku e ka aftësinë. Mos jetë paragjykues. Për sa kohë që ti punon, puna është nder. A der sa fiton para, mban familjen. Puna është nderuar. Leku i shpejt është ai që mund të të marrë ty në qafë nëse ti arrin të s'dita menaxhosh. Gent, ti megjithse luan më ti? Ku bixhoz asnjëherë? Jo bixhoz, po luan kështu në përgjithësi për një qershorin për shembull. Luan për një qershorin. Vetëm sherr që kam bën jetë ka qenë për një qershorin. Ça sherri ke bër? Po jam se bësha gas kam bër sherr po. E ka fjalë luan në përditshmëri, hapa dollapa. Po luajmë un shikoj. Lojra, luan? Po luajmë se lojrat mbajnë gjallë. Shumë bukur. Të mbash gjallë fëmijën që ke brenda vetes. Shumë bukur. Imi është djalë me mjekër. Ne tani do luajmë, okay, do si je gati? Gent, bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. Që ka këtu. Duhet përgjigjesh me një fjalë. Nëse thua 2 ose më shumë, ne të kthejmë nga fillimi dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Je gati? Përqendro. Si merr frym stil shqiptari. Me diafragmë po ka bërë shkollën e vjetër kë. Ha, me një fjalë, je gati? Po hajde. Loja fillon tani. Gjëja e fundit që hëngre. Pilaf. Hera e fundit që bëre sherr. Një qershori. Një qershori janë 2 fjalë. Po. Gjëja e fundit që do dohet haje. Barbunja. Bo fjera. Hera e fundit që bëre sherr. I ka fshon gishtat e këmbës. Ja. Je kokfort nëse po, mund ta thyje një pjatë në të? Ja. Gendi ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët e tua? Po. Të pëlqejnë komshitë tu? Po. Ata në fjerë. Ke ndërmend të deher sot të bësh tap Lonzo, Kent? Ja. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Ja. Kosi hahet apo pihet, Kent? Varet, okay. Varet. Ku është bidoni shishe, së funte hollosh, okay. Del dhallba, po se ne kemi ndryshe kosin aty. I bukur apo i zgjuar? Po ti e kush? Kushuna ai është bukur, është i zgjuar. Asnjërin. Okej. Puthja e para apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit? Shtëpi. E pasa shtëpi larg. Ma që ka ardhur që në prill. Sa ko ka pa puth ky djalë. Ku e dim ne? Jo, e dim Sa sa duash. Juli, çfarë jeti Juli kështu për shi Po për skupë. Tash në shtëpi, domethënë shtëpi është dhe këtu se sa takova mamam para se të vija. Shumë e drejtë, je në rregull me letrat. A je i lumtur? Ja. Para, dashuria apo pound? Se pound është më lart, okay, në rregull. Gendi, të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta haje një zhapik që del dhe bën stand-up në Kanada? Jo. Okej, më mirë të thot zemër, shpirt apo? Gent. Gent. Okej, në rregull. A shan kush lajmet ato kanadezët? Po. Okej. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trigos?
Ja. I bie ndonjëherë qylit shkosh tash ti kesh pa paguar. Ja. Ama burr. Hera e fundit që e skuqur nga turpi, kujdes një fjalë. Çfarë? Gent kanë kapur mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe. Ja. Okej. Se e ka thënë anglisht, prandaj. It's just a friend, okay. Hera e fundit që the më fal. Kur të kapën mat. Çfarë? Hera e fundit që gënjeve. Çfarë? I e lënduar nga dashuria? Po, Gent, nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe? tigër. Jo ai Luani që kemi pas në të kompjuterit zoologjik. Jo, ai që është Zvicër, tigër. Ai me bizhama. Okej. Tigër kanadez, jo zvicerian. Ska Indonezian. Okej, më mirë të duash apo të duan? Dyja. Sa e bukur do ishte Gent tigri. Çfarë nofke. Ti je Gent tigri. Kush e mori atë Gent tigri valla? Sa merr ky Genti? Do të kem qenë në jetë më parë. Gent tigri fotografohet duke pirë kafe në Toronto. Duke i kërcyer Sandokanit në kurris. Okej, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Pra do ishte në gjumë, do dilte ai person do zgjohesh. Asnjëri. Okej. Pa, sa. Kishe qenë ndonjëherë në varrim? Po. Genti, momenti së vërtetës tani është pyetje çunash. Çfarë bën kur s'ke ç'a bën? E bën edhe ju në Kanada se ne këtej ja lujm Gjithë e kanë thënë. Po ç'a bëj kur s'kam ç'a bëj, ç'a Po. me një fjalë? Po. Ç'a bëj kur s'kam ç'a bëj? Ne këtu në Shqipëri e lujm po ju në Kanada? Rri. Se ke ndaluar, Mosha bën vetën edhe. Mbase s'ka nevojë më për Tash atë. do të meditoj, e ke parasysh jam kështu. Okej. Okej, jo më Pritë. Thashë se mbaruan 30. Nëse do zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje? det. Okej, tash do vetëm patos. S'ke lidhje me patos. Ta lidhje deri ku kam sepse mamaja ime ka qenë mësuese për Në një Patos. periudhë të gjatë në Patos, po Te cila zvëzdërtoresh. Te Meleq Gosnisht. Me leqi, kanë nxjerr super nxënës me leqi. Në është me vërtet Po, shkollë është mirë. vërtet. Vazhdojmë sot tek kësaj dite. Gent, pyetja e fundit, nëse do të mund të dilni një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, gjallë apo vdekur, kë do doje dhe pse? Këtu mund të thuash emër mbi emër dhe arsyen. Homerin. Ç'do t'i thojë Homerit? E para punës do t'i flisje shqip? Tani varet se më se në atë kohë kush e di ç'gjuhë flitej. Po imagjino të fliste Homeri shqip. Po do ishte më kollaj për mua për t'i bërë pyetje. Përveç asaj, bie që e gjithë historia do ishte shkruajtur gabim të fliste Homeri shqip. Shikoj, Homeri domethënë hyn tek po themi ke shkrimtarët më shumë se sa te historianët. Pra, sepse mënyra si ka shkruar shumë artistike, më shumë artistike se historike. Po. Dhe është një nga të paktën nga shkrimet ndër të parat që njohim ne, domethënë. Po. Se thosh jo e para sigurisht, se ka dhe më të vjetra se Homeri, por që na përket pak a shumë territorit ton, po themi trojeve tona. E dalim prapë te Gomerët e Trojës. Okej, dolem te Gomerët. Nadia mirë, po. Okej, ti e ke thënë dikur, po a jeti baba i zhbëlshave dhe i atentateve? Prit. O vlla, më shkruan mami im. Ha, ç'a thot? Kam punuar me mamin e Gentit Zhanin Temeleqi në vitin Po, 90-92. I Ja, kemi shiko. pasur mamat Shoqe. kolege. Shikoj. Sa e Kolege vogël dhe bota. shoqe. Përshëndetje çik mami tim aty te ajo kamera. Përshëndetje. Bukur shumë edhe Të përshëndes. fala shumë ke edhe nga mamaja ime. Pa edhe unë përshëndes mamin tim, se ti do përshëndes mamin tim. Përshëndes mamin tim. Okej. Po edhe mamin tim ose Përshëndetje edhe mamas Julit. Çfarë që mamaja me profesion? Edhe mami im mësuese ka qenë dikur. E kuptoni domethënë se çfarë tavolinë e këndshme jemi ne? Jemi të Jemi tre bim fëmijë. mësuesi. Po. Mësuesi. Jemi nga ata që na kanë kapë kështu për farforita, Ke Barcet. dos po mami Jo, jot, mua mos jo. më thuaj edhe mami jot ka qenë Do të mësuese. s'kisha Barceta. Again, jeti baba i zhbëlshave dhe i atentateve në Portokalli? Po baba, në çfarë sensi baba? Baba është ai që e Krijuesi. faren. Shiko. Domethënë e doni përgjigj me një fjalë s'është. Jo, mbaroj loja, mbaroj loja valla. Domethënë, për sa i përket zhbëlshave si Po. grup, janë krijuar prej meje në Këshillim Altin Basha, revizorin e asaj kohe. Domethënë, çfarë do bëjmë? Të bëj një treshe, kë do marrësh, mendoj të marr Gentin, Zenelajn edhe Ermalin. Pastaj ikën Ermali për shkak të shkollës, vjen Juli. Pastaj iki unë në Kanada sepse ndryshe më digjeshin dokumentat që në atë kohë. Po. Dhe kështu ka qenë historiku pak a shumë. Domethënë dhe pastaj çunat vazhduan vetë. Po.
Pra ky është emrin e ka vënë Eg Laknori. Sepse ka qenë në prova me neve dhe duke diskutuar çfarë emri ti vën, Vërjani Zbolç, ta. Edhe ajo kujtohet dhe na tha atë kokën tek libra shkollor. Shtëpia botuese libri shkollor. Domethënë kjo është historia e thënë në shumë shkurt me dy fjali. Pastaj legjenda që ekzistojnë që llafosen lart e poshtë, le ti lëm ato se s'kemi as mosh, edhe me thonë I don't give them flying. Fly me to the moon, po. Po që unë më pyet 20 herë njësoj ke për ta dëgjuar historinë. Jo, po edhe atentatet është bashkëpunim me Florin. Bashkëpunim me Florin. Sigurisht që ka një lloj ngjashmërie me ato që kemi pas bërë në periudhën që un kam qenë me Zbolç. Po. Do të thonë për çështjen e filmave, dhe u përqendruam vetëm te pjesa e filmave. Pastaj për të krijuar I krijuam të dy bashkë. Do të thonë unë mund të kem pas idetë fillestare. Po. Kam propozuar Florit a do ta bëjmë një gjë të tillë, I kemi hyrë dhe pastaj edhe ajo vazhdoi më mbrapa, do të masi I ka unë përfundimisht. A të mungon? Jo, masi I ka nga Portokallia se kalova regjizori 2X në atë kohë. Të mungon nga Portokallia? Jo, shiko, unë ose do të thotë ekranin përgjithësi, çdo gjë është me kohë. Unë po themi atë egon time të ekranit e përmbush me podcastin që bëjmë me Shpendin, Gashi. Po, Shpend Gashi. Edhe që bëjmë çdo të shtunë domethënë. Dhe është fjerak. Dhe është fjerak edhe ai. Edhe ai maman mësuese. Po. E përshëndesim Shpendin, djalë fantastik. Kështu që domethënë atë po themi këtë lloj ego e përmbush aty. Pjesën e teatrit e përmbush edhe në Kanada sepse luaj teatr edhe në Kanada vë dhe pjesë. Edhe pjesën e filmit po themi apo të serialeve e kanë përmbushur mjaftueshëm. Nuk është se kanë bërë domethënë çuditëra, sensi se çdo gjë është edhe pak me moshë edhe me po egon time e përmbush, pra nuk është se ndihem bosh nga pjesa artistike ime. Pastaj sigurisht që ato që unë bëj andej jo të gjitha shikohen këtu, se janë dhe gjëra për shkakun që janë lokaliste në sensin e tregut frankofon të Quebecut e më thash. Kështu që mua më vjen një pyetje e fundit, Gen. Nëse Gentin thotë do ta bëni ministër kulture, do kthehen në Shqipëri përfundimisht? Varet, shiko, nuk është çështja të japin një post në Shqipëri. Çështja është nëse ta japin atë post, a t'i japin dorë të lirë që ti të investosh vërtet për kulturën, apo ta japin që ti të zbatosh le ta mendojmë se është kjo e para. Të bëhemi pak të bëhemi idealist, po, të bëhemi duhet të jemi idealist. Një botë surreale ku tani artisti është çik idealist, ajo idealizmin e na mban gjallë. Po shiko, nëse do ishte për unë momentalisht jam duke bërë diçka, pra jam duke bërë atë masterin që po ju tregoja përpara. Dhe ajo më ka dhënë një diapazon hapje, domethënë për disa projekte në të ardhmen, të cilat mund t'i sjell edhe në Shqipëri. Domethënë që janë për ndihmës. Po. Nga kjo anë. Po ti jemi pastaj te kjo e drejt për drejt, ky lloj posti, nëse do të ofroj, dhe nëse unë do të kisha dorë të lirë, të implementoja ashtu siç duhet, elemente të caktuara për ta zhvilluar kulturën, sepse kultura është e shumanshme, nuk është thjesht kultura edukata, apo është art, kulturë, i përfshin të gjitha. I përfshin të gjitha. Dhe nëse do kisha këtë lloj hapësire, sigurisht që do ta bëja me pasion, jo për çështje financiare, kjo është e sigurt, por me kushtin që të përmbusheshin kërkesat e mia financiare për këtë pjesë. Bukur shumë. Pra nuk do ta lija, nuk do bëja idealistin, ose më saktë pragmatistin e shëmtuar që fshihet mbas idealit, që thotë që po I lë të gjitha unë tashti dhe po kthehem për mamëdhen. Këto ide prej Gjoja Rilindash kanë rezultuar gjithmonë fatale dhe edhe për vet individët që I kanë marrë përsipër ti bëjnë këto. Prandaj them, më ofroni ai sa duhet, unë përmbush kërkesat e mia dhe vi e bëj unë. Ama do më lësh ta bëj. Patjetër që do të lëm ta bësh. Se duhet I pres sa kokë unë. Po fillova që tani. Okej, mirë. Ky që ditën e parë ditën e parë tiçka nga puna. Okej, Gent, kemi ardhur në fund të emisionit. E para punës, duhet të të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë mbrëmje nga ato pak që ti kalon këtu në Tiranë, sepse duhet të thënë jemi në Shkodër. Jemi të mërkurën dhe të njëjtën, data 3 dhe 4 qershor. Me shpresë do jeni edhe në Tiranë. Me shpresë, po kjo pastaj varet nga teatri I Migjeni dhe marrëveshjet që ato kanë me teatrot jo vetëm të Tiranës, po edhe të qyteteve të tjera. Të urojmë shumë suksese dhe qoftë jetë gjatë shfaqja juaj. Nëse juve shkoni ta ndiqni, gjithmonë do t'i rritet jeta e saj, do t'ju pasurohet mendimi dhe juve. Jo se e kam bërë dhe është shfaqje mençur, por mbart ide shumë të mira
dhe aktuale për kohët në të cilat ne jetojmë. Rikthehuni teatrit. Dhe Arshi të bardh. Arshi të bardh, siç thotë te teatri Migjeni, por siç thoshte edhe Sami Frashëri, nëse do të mbjellësh ta për një vit mbill misër e grur, nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbjell arsim e kulturë. Faleminderit. Ka qenë i zgjuar kushtues. Ka qenë. Okej, Juli, kemi ardhur në fund thuaj ato llafet e bukura, po mos e përmend në komedian. Jo. Se na tash i Jo fshiva tani. ato. Po, tani po jemi pa tekst tani. I madhërisht. Ky është i madh i Gent Veko. Ne do të dëgjohemi sërish të hënën ashme, deri atëherë një muaj të mbar të gjithëve buzëqeshni dhe sigurisht art dhe vetëm art. Shkoni në teatr.